Zgjedhjet e parakohshme të së dielës në Kosovë janë të tretat në vetëm 18 muaj, pasi partitë politike nuk arritën kompromis për zgjedhjen e një presidenti të ri. Partia e Albin Kurtit vetëvendosje fitoi 51.1% të votave në zgjedhjet e fundit në dhjetor, por nuk bëri kompromis me partitë e tjera për një kandidat për president, duke çuar në shpërbërjen e parlamentit në prill dhe zgjedhjet e reja të parakohshme. Partia e Kurtit duhet të fitojë më shumë se 60% të votave për të siguruar zgjedhjen e kandidatëve të saj të preferuar për 3 postet më të rëndësishme të shtetit: kryetar parlamenti, kryeministër dhe president. Bashkimi Evropian ka kërkuar që Kosova të krijojë institucione të qëndrueshme dhe të ketë stabilitet të brendshëm. BE-ja mund ta mbështesë Kosovën, por nuk mund t'i bëjë detyrat e shtëpisë Kosovës, tha presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë një vizite në Prishtinë këtë javë. Komisioni zgjedhor i Kosovës ka thënë se më shumë se 900 kandidat nga 17 parti dhe 3 grupe koalicioni po konkurrojnë për parlamentin me 120 vende. 20 vende në parlament janë të rezervuara për pakicat kombëtare, nga të cilat 10 për serbët. Janë regjistruar rreth 2.1 milion votues, që janë më shumë se popullsia rezidente për 1.6 milion banorësh të Kosovës, për shkak të një diaspore të madhe, e cila është e bazuar kryesisht në Evropën perëndimore.